zonja nën kryetare. Mbas rregullore, zoti Kapri, pa koment. Po, 2 minuta. Pa koment se për ju je edhe zonjë, je edhe kështu që nuk ju njeh, kështu që më mirë vazhdoni replikën pa koment. Zonjë, sapo u shpreha një kompliment. S'kam nevojë, zoti Kapri, se i kam marrë komplimentat nga ju shumë herë më përpara. Tani, më lejo të flas. S'ka nevojë të komentosh për gjithçka që themi ne. Atëherë, pavarësisht betejës politike në këtë parlament, midis të rrezë dhe të vjetrës, kur nuk kemi guxuar të përmendim familjarin e askujt. Dhe sapo e bëri Tauland Balla duke më shantazhuar në këtë parlament duke më përmend mua familjar. Pavarësisht betejës që kemi me Tauland Ballën, që çfarë s'ka thënë, çfarë s'ka bërë kundër nesh, dhe shantazhet që e vazhdon, nuk kemi guxuar t'i përmendim asnjë familjar të tij. Vjen këtu dhe më shantazhon mua me familjen time. Dhe ky është një model që ndryshon, që përdorin gjithçka për të shantazhuar çdo që ka guximin të thotë qoftë edhe mendimin e tij, të përmendin familjarët. Se çfarë duhet ndodhi më shumë? Domethënë edhe familjarët të përdorin. Tjetër, zoti Balla, sapo fola për një denoncim konkret. Ta thash, nuk pate guxim të flasësh për Osmanin. U more me familjarët e mi, por nuk fole për Osmanin. 1 milion metra katror mori kyte në Vlorë me vendim qeverie. Pse nuk fole për këtë? Për banorët e Vlorës që janë 10 familje që presin në përgjykata të marrë pronësinë e tokës dhe ja japin Osmanit. Dakord, sa për shantazhet e tjera nuk pinuj, ke provuar gjithçka me ne Tauland. Dhe siç e shikon, përballë na ke dhe përballë do t'jemi gjithkohës. Dhe do ta shikosh Tauland se kush do dali më herët nga politika. Megjithse të marrësh shembull ty për politik, nuk ke se çfarë mund. Zoti Vëngu.